Këto janë 5 vendet që ju duhet të shmangni këtë verë. Në verë, disa destinacione bëhen thjesht shumë të bingarkuara, të shtrenjta dhe stresuese. Ja 5 vendet që do ju sugjeroja të shmangni këtë sezon, ose të paktën të shkoni me shumë kujdes. 1. Santorini në Greqi. Pamjet janë magjike, por vera është tepër e bingarkuar. Çmimet e hoteleve rriten deri në 3 fish, rrugët janë plot me turistë dhe do keni vështirësi që të shikoni perëndimin që flitet aq shumë. 2. Amalfi në Itali. Spektakolare, por në verë do keni bllokime trafiku, tragete të mbushura, çmime absurde për hotele dhe restorante. 3. Dubrovniku në Kroaci. Qyteti është i mrekullueshëm, por në korrik dhe në gusht vjen plot me anije kroçera, ku mijëra turistë zbresin për 3-4 orë dhe qyteti mbushet ej mase. 4. Mykonos në Greqi. Nëse nuk je gati për të futur në turm, për çmime tepër të larta dhe festa pafund, shmang Mykonos në kulmin e verës. 5. Barcelona në Spanjë. Në korrik dhe në gush, qyteti është ejmase i mbushur me turista dhe është shumë nxehtë. Do të gjeni radhë të gjata për çdo atraksion dhe çmimet do jenë më të larta si për hotele ashtu dhe për restorante. Nëse ke dikë që po planifikon pushimin në një nga këto vende, dërgoje këtë video përpara se të prenotoj.